Ndërprerja e energjisë në Spanjë vën në lëvizje edhe BE-n. Ndërprerja mazive e energjisë elektrike që goditi Spanjën, Portugalinë dhe pjesë të Francës kanë nxjerrë në pa nevojën për të mbledhur gjëra thelbësore në rast të emergjencës. Komisionere Evropiane Hadia El Hajib tha se pikërisht në këto raste kihet parasysh BE-ja ku prezantoi muajin e kaluar strategjinë e saj të gatishmërisë duke përfshirë një rekomandim që qytetarët e BE-s të kenë një çantë mbijetese 72 orëshe për furnizimet e nevojshme. Ajo që ndodhi në Spanjë dhe Portugali, pjesërisht në Francë, tregon se duhet jemi të përgatitur, nuk ka të bëjë me alarmimin e popullit, nuk ka të bëjë me luftën, ka të bëjë me gjitha llojet e rreziqeve, duhet jemi përgatitur, duhet të sigurohemi që do të kemi gjithçka që na nevojitet për 72 orë, tha Hadia El Hajib, komisionere e BE-s për menaxhimin e krizave. Ajo tha se një mënyrë për lehtësuar mungesën e energjisë elektrike është gjithku të ketë disa para kesh, në të vërtetë çanta e gatishmërisë duhet përshtatet për secilin për ne, se të përshtatet me situatën ku jetojmë, në cilin shtet antar, nëse jeni në Francë apo jeni në Finland, nuk është e njëjta situatë. Një nga këshillat është të keni para kesh, sepse në kohë krize kërcënimet hibride apo ndërprerja e tillë e kartave bankare, ato do bëjë që të mos funksionojnë makinetat.